Do ndjekim këto pamje ajrore të kapura me dron, të cilat tregojnë dallë të fuqishme që përplasen mbi shtëpit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa një stuhi e ashpër dimërore ka goditur qytetin bregdetar duke sjell rreshebore dhe përmbytje. Po flasim për City Air dhe erat e forta dhe batica e lartë kanë shtuar intensitetin e dallgëve. Në këto pamje ne arrijmë ta dallojmë lehtësisht, të cilat kanë depërtuar në rrugë dhe zona të banuara pranë vijës bregdetare. Autoritetet lokale u kanë bërë thirrje banorëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të qëndrojnë larg zonave të rrezikuara. Shërbimet emergjente po monitorojnë situatën, ndërsa parashikimet sinjalizojnë kushte të vështira edhe në orët në vijim. Mirë, kemi ndjekur kështu edhe viralin, përfundojmë në fakt me këtë situatë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që prej kohësh tashmë po përballen me disa vështirësi që vijnë si pasojë e kushteve të rënduara të motit.